Radio Marinë e Kosovës, një zë i krishterë në shtëpinë tënde. Radio Maria Kosovë, një zë i krishterë në shtëpinë tënde. Mirëmëngjes të gjithëve. Në këtë emision do të vijojmë të flasim për emocionet larg prej dhe fillojmë me angështinë. Në fillim të jetës sonë, këtë emocion e provojmë në një moment shumë delikat, që paraqitet zakonisht rreth muajit të 8, kur për herë të parë krijohet në lidhje me një person të rëndësishëm, përgjithsisht nëna. Përpara kësaj faze, i porsalinduri është i pa aftë për çdo formë marrëdhënie me të vërtet personale. Lidhjet e tij me të tjerët përbëjnë vetëm forma atashimi me një person, nuk ka rëndësi se me cilin, që ka për detyrë të kujdeset për nevojat e tij më të domosdoshme. Rreth muajit të 8, përkundrazi, siç shpjegon shumë mirë Spitz, krijohet një lidhje me një person unik dhe të pazëvendësueshëm. Prej këtu rrjedh përvoja angështisë, e lidhur me ndarjen prej kësaj figure, burim sigurie dhe mirëqenie. Pra, kjo ndjenjë është e lidhur me përvojën e ndarjes, të shkputjes që fëmia e percepton jo atë si mungesë, sesa si humbje të parikuperueshme. Në fëmijëri, ajo që nuk perceptohet nuk ekziston. Ndërsa për të rriturin, kujtesat e cilit është në gjendje që të thërras në mendje praninë e objekteve dhe të personave që nuk janë të perceptueshëm drejt për drejt prej shqisave, mos prania sjell një mungesë, por jo domosdoshmërisht një humbje, ndërsa për fëmijën, ajo që nuk perceptohet prej shqisave nuk ekziston as pak. Si rrjedhoi, angështia e muajit të 8 shpreh një emocion dramatik dhe shumë të thellë, lidhur me humbjen e sigurisë dhe të dashurisë, dhe shkaktuar prej perceptimit të pafuqisë totale vetjake përpara zhdukjes së objektit të dashur. Por, ajo nuk duhet të interpretohet si një formë depresioni, për të cilin do të flasim në njërin prej emisioneve të ardhshme. Për fëmijën, humbja e personave të dashur ka një domethënie të dyfishtë. Nuk përbën vetëm humbjen e një burimi afekti, por edhe mungesën e një sigurie të domosdoshme. Fëmia njeh të nëna e vet një person që kujdeset për mirëqenien e tij. Si rrjedhoi, mungesa e saj e bën atë që të ndihet në një situatë teje të pasigurt, të cënushme dhe të paqartë. Prej këtu, angështia që ai provon në ato qaste vjen prej humbjes së qëndrueshmërisë. Psikologët flasin për përvojë destrukturuese. Është nëna që me praninë e saj siguron dhe qetëson fëmijën. Ai e di që kur do të ketë nevojë, ajo do të kujdeset për të, do ta ushqejë, do ta ledhatoj, do ta ndrojë e tjerë. Për të, ritmet e jashtme kthehen në burim strukture të brendshme, kthellësie me sigurinë se gjithçka për të cilën ai do të ketë nevojë do të jepet prej nënës në mënyrën dhe në momentet e përshtatshme. Pra, mosprania e saj, e jetuar si humbje, shoqërohet me frikën se nuk do të ketë as plotësim të nevojave jetësore nëpërmjet të cilave ai ka mësuar të organizojë botën e vet të brendshme. Si për shembull, ritmet të qëndrimit zgjuar e të fjeturit, të ushqyerjes, të lojës e tjerë, të domosdoshme për të fituar siguri. Për këtë arsye flitet për përvojë destrukturuese. Megjithatë, angështia nuk duhet të konsiderohet si një emocion tipikisht fëmijëror. Ai shfaqet në moshë të pjekur me të njëjtën karakteristikë si përvojë destrukturuese tipike e emocionit të përshkruar nga Spitz. Në këtë rast, nuk është domosdoshmërisht e lidhur me humbjen e një personi domethënës, por me çdo lloj ngjarje që shkakton një humbje domethënëse brenda botës vetjake shpirtërore.
Angështia, ashtu si edhe ankthi, mund të konsiderohet si një përfaqësuese e saj më pak intensive, dallohet prej frikës me që është reagim ndaj një kërcënimi të brendshëm më shumë se sa ndaj një rreziku të jashtëm. Në rastin ton, ky kërcënim shprehet sidomos si humbje domethënieje, kuptimi për shkak të faktorëve të jashtëm, si për shembull zhgënjim, dështim, humbje një personi të dashur, apo të brendshëm, si për shembull të mos e gjesh më veten duke u motivuar prej arsyeve që deri në atë moment ishin baza e të vepruarit. Këto faktor mund të shkaktojnë në ne perceptimin e një mungese domethënieje, shoqëruar me një gjendje shpirtërore angështie. Ajo që shpesh karakterizon këtë emocion është një keqënje e përgjithshme, mungesa e një motivimi, e një shkaku të mirë përcaktuar të cilit mund t'ja veshim parahatis, sikletit që jemi duke përjetuar. Ndjesia e përgjithshme se gjithçka që më përpara kishte një domethënie të mirë përcaktuar, që i jepte drejtim jetës son, tani rrezikon të shihet si diçka e kot. Kështu na mungon zedhi, dëshira për t'jetuar. Gjithçka duket e mjegullt dhe e përshtjelluar, e ftoftë dhe armike, pa kuptim. Jo shumë e ndryshme prej angështisë, e dallueshme prej saj ndoshta vetëm për intensitetin e vet më të ulët, është një tjetër ndjenjë që mund ta konsiderojmë si një emocion larg prej, dhe ky është ankthi. Për ta kuptuar më mirë këtë ndjenjë, edhe pse të gjithë e provojmë vazhdimisht në jetën tonë të përditshme, mund ta dallojmë prej një emocioni tjetër, familjare e saj, siç është frika. Frika dhe ankthi kanë shumë aspekte të përbashkëta. Të dyja krijojnë një tension të brendshëm që shprehet, si për të gjitha emocionet që jemi duke përshkruar në këtë kapitull, si prirje për të shmangur një situatë. Por, te frika, nevoja për të ikur situatës nuk merr format intensive dhe ndonjëherë edhe dramatike që karakterizojnë angështinë dhe panikun. Të dyja këto emocione shkaktojnë reagime fiziologjike të ngjashme, si për shembull dridhje, djersitje, rrahje të forta zemre e tjerë. Kurse ajo që i dallon është shkaku, objekti që i shkakton ankthin dhe frikën. Në rastin e frikës bëhet fjalë gjithmonë për një realitet jashtëm, të perceptuar prej personit si të rrezikshëm. Mund të kemi frikë prej luanëve apo prej qenëve, prej lakuriqve të natës apo prej plagosjes nga tehujmë prej thithikës apo të fluturojmë, të bijem për një shkallë e tjerë. Pra, frika vjen gjithmonë prej jashtë, për një kërcënimi të jashtëm dhe të kufizuar, të mirë përcaktuar, që personi e percepton si të rrezikshëm, por prej të cilit mund të mbrohet, mund të ikë atij, mund ta shmang atë, mund ta largojë prej jetës së vet. Shpesh, frika është një emocion i shëndetshëm, i dobishëm. Ajo paralajmëron një rrezik të menjëhershëm. Mund krahasohet me një llampë alarmi që ndizet kur diçka nuk shkon mirë, kur duhet i kushtohet vëmendje një elementi të caktuar. Frika është funksionale për mirëqenien e personit, për mbijetesën e tij, me që jemi të cënueshëm, të brisht, të rrezikuar, është shenjë normaliteti të kemi frikë. Vetëm fëmijët, të paaftë për ta dalluar dhe për ta vlerësuar rrezikun, dhe të rriturit, të cilëve u pëlqen gjithë pushtetshmëria, nuk e njohin një ndjenjë të tillë. Personi i pjekur, përkundrazi, e di mirë se nuk është i pacënueshëm dhe mbrohet prej rreziqeve të jetës duke u kushtuar vëmendje frikave të veta. Por, jo gjithmonë druajtjet që ne jetojmë janë objektive. Secili prej nesh prirët të druaj në mënyrë të tepruar realitete që vlerëson si të rrezikshme, edhe pse të tjerët i konsiderojnë si të padëmshme. Ka prej atyre që kanë frikë prej qenëve apo prej teheve të thikave, ka prej atyre që lëshojnë një piskam të fortë kur shohin një mij, që nuk do të hipnin kurrë në një avion apo që nuk arrin të flenë në një dhomë të errët. Siç mund të vihet re, pas këtyre druajtjeve fshihet gjithmonë një rrezik i mundshëm. Avioni mund të rrëzohet, me thikën mund të pritemi, në errësirë
e kemi më të vështirë që të mbrohemi prej ndonjë sulmi të mundshëm. Megjithatë, pjesa më e madhe e njerëzve, edhe pse me një druajtje të lehtë apo me ndonjë mas paraprake, arrin të bëj boll këtyre frikave. Pse atëherë disa rrezikojnë të paralizohen apo të ngrinë në vend, do me thënë të ngurtësohen? Sipas gjasave, për secilin prej nesh, arsyet e këtyre druajtjeve duhet të kërkohen në të kaluarën e tyre. Shpesh, disa përvoja fëmijërore janë gdhendur në mënyrë gati të pashlyeshme në unin tonë dhe vazhdojnë të na krijojnë vështirësi, të na ngjallin frikë, kur, edhe pse pas shumë vitesh, rishfaqet një përvojë ngjashme me atë që na kishte goditur, pse jo edhe traumatizuar në fëmijëri. Nuk ka asgjë patologjike këtu, edhe pse zakonisht druajtje të tilla me pak sigurim të jashtëm janë të përballueshme ose i referohen objekteve lehtësisht të shmangshme. Por, ndonjëherë, ato priren të jenë dukshëm në shpërpjestim apo të pamotivuara, marrin forma të tepruara, shprehen përmes reagimeve vështirësisht të kuptueshme për atë që e vëzhgon personin, ndërsa ai është prej e këtyre ndjenjave. Në këtë rast, mund të flitet për një formë të veçantë frike, atë që quhet fobi. Fobia shfaqet kur një realitet i jashtëm, normalisht i pranueshëm, perceptohet prej personit si tejet i rrezikshëm dhe shkakton reagime në shpërpjestim me shkakun që e motivon atë. Listat e fobive janë të gjata dhe kanë të bëjnë me fusha të ndryshme të përvojës njerëzore, prej frikës nga vendet e hapura, agorafobia, te ajo nga vendet e mbyllura, klaustrofobia, apo nga bushllëku, akrofobia, dhe kjo për të ndalur vetëm te problemet e lidhura me hapësirën. Nga se lind fobia, psikologët mësojnë se ajo lind nga një motivim i brendshëm, një tension që personi pa e kuptuar nuk do që ta njohë dhe ta pranojë. Çdo frikë nga ana tjetër duhet të ketë një shkak. Për këtë arsye, ajo lidhet me një realitet jashtëm, më të pranueshëm prej unit të personit. Një objekt apo një situatë shërben si magnet, si pol tërheqës i frikave të brendshme, jo të njohura me që janë të patolerueshme prej personit. Ankthi, përpara perspektivës për të ndarë prej kontekstit familjar dhe për të jetuar vetëm, mund të jeti patolerueshëm për vetëvlerësimin e një teriu 30 vjeç në karrierë, i cili nuk mund t'i pranoj as përpara vetes dhe as përpara të tjerëve këto kufi. Atëherë, problemi jo i pranuar zhvendoset në një realitet jashtëm, bëhet për shembull frikë prej vendeve të hapura. Në këtë mënyrë, personi në të njëjtën kohë do të arrijë ta shprehë tensionin e vet, do ta shpëtojë vetëvlerësimin në sytë e vet dhe në sytë e të tjerëve dhe do të arrijë atë që, pa e kuptuar, dëshironte, të gjejë një arsye dinjitoze për të mos u bërë i pavarur. Fobia na ndihmon që ta kuptojmë ndryshimin mes frikës dhe ankthit. Ashtu si e para, ajo ka një objekt të jashtëm prej të cilit ne mbrohemi. Ashtu si e dyta, lind prej motivimeve të brendshme, subjektive me natyrë psikologjike. Siç është thënë edhe më përpara kur është folur për fobit, ankthi është një frikë që vjen nga brenda. Shkaku i tij ka natyrë psikologjike, subjektive dhe jo të jashtme e objektive. Pra, nuk mund të kufizohet apo të zhduket lehtësisht, siç mund të ndodhë me frikën, e cila zhduket sa apo shmanget objekti apo situata që shkakton atë. Shpesh është e përgjithshme, nganjëherë depërtuese, pushton jetën tonë apo disa momente të ditës tonë, pa arritur që ne ta kuptojmë se çfarë po ndodh brenda nesh. Në një studim interesant mbi zhvillimin njerëzor, IMODA përcakton 5 forma të mundshme ankthi. Një formë e parë i përgjigjet asaj që ne në fillim kemi përkufizuar si panik dhe i referohet një ankthi fillestar, parësor,
me intensitet të lartë. Është i lidhur me rrezikun që vjen prej traumës së një stimulimi të tepruar fiziologjik dhe ndjesor. Është reagimi ndaj rrezikut, shpesh të paqartë, ndaj një tensioni të tepruar, ndaj një stimulimi fizik apo nervor të pakontrollueshëm dhe që kërcënon mirëqenien fizike të personit, përfshi edhe autonominë, veprimin dhe përdorimin e aftësive njerëzore më komplekse, jo vetëm dhimbja, por edhe tensioni e trazimi i pakontrollueshëm krijojnë një situatë dramatike. Tipi 2 i ankthit përbëhet prej asaj që disa autorë quajnë ankthi i ndarjes. Është rreziku që ndjek perceptimin, jo gjithmonë të dukshëm, se mund të na lërë personi i dashur, sidomos kur marrëdhënia dhe prania e tij ka ende një rëndësi themelore për ruajtjen e mirëqenies tonë personale. Forma e tretë është më pak dramatike. Edhe kjo është e lidhur me marrëdhënie me një person tjetër dhe është një ndjenjë që paraqitet shpesh edhe te personi i rritur dhe i pjekur. Rreziku vjen nga dëmi që mund të rrjedh prej mungesës së përgjigjes apo prej mundësisë së mospranimit dhe të zhvlerësimit prej tjetrit. Pra, tjetri shihet dhe jetohet si ai që mund të më dëmtojë dhe të më bëjë të vuaj. Tipi 4 i ankthit është më pak i lidhur me botën e jashtme dhe më shumë me botën e brendshme të personit. Në këtë rast, rreziku vjen për një ndarje të pranishme të uni, pasi personi nuk e pranon veten, e refuzon atë, e dënon veten. Është rreziku që vjen për një mospranimi, prej një ndarje të brendshme të personit, të lidhur me ndjenjat e turpit dhe të fajit. Edhe këto ndjenja do të jenë objekt i reflektimit ton në këtë emision, pasi i përkasin kategorisë e emocioneve që kemi përkufizuar si larg prej. Ndjenjat e fajit dhe të turpit shprehin një tension të brendshëm pare hatije, sikleti, prej të cilit personi dëshiron të largohet për të rivënë në ekuilibër vlerësimin e vet. Tipi i fundit i ankthit i referohet një rreziku të jashtëm real, përpara të cilit personi ndihet veçanërisht i brisht dhe që druan se nuk arrin ta mbarshtojë siç duhet atë. Është ankthi i brishtësisë përpara situatave realisht të vështira, me dështimin e mundshëm të projekteve tona, me takimin apo ndeshjen me kushte pa drejtësie dhe në fund me vdekjen. Përpara se të flasim për ndjenjën e fajit dhe të turpit, që siç kemi thënë më përpara, i përkasin kësaj kategorie ndjenjash, duhet të përshkruaj një tip të fundit të ankthit që dikush e quan ekzistencial dhe të tjerë, me një term më kompleks, e quan ontologjik, me që është një karakteristik e të gjitha qenieve njerëzore. I referohemi atij shqetësimi apo paqetësie që shoqëron çdo ditë ekzistencën tona si persona, të ndarë mes kërkimit të kënaqësisë së menjëhershme dhe aspiratave e tensionit drejt diçkaje që vazhdon të na tejkalojë. Secili prej nesh e jeton këtë paradoks, pasi shtytja e fortë e brendshme për të kërkuar mirëqenien dhe plotësimin e nevojave tona paraqitet gjithnjë më zhgënjyese. Ashtu siç kemi thënë edhe më përpara, duke folur për kënaqësinë, efekti i shpërblimit të vazhdueshëm nuk është paqja, por krijimi i nevojave të tjera, që prirën të shumëzohen dhe të krijojnë në ne një gjendje shpirtërore pa kënaqësie, mërzie. Nuk kemi diçka drejt të cilës të priremi, të aspirojmë dhe të shikojmë me dëshirë. Atëherë përjetojmë apatinë, mungesën e emocioneve, sepse asgjë tërheqëse nuk i jep ngjyrë jetës sonë. Do të reflektojmë sërish mbi këtë emocion në kapitullin kushtuar emocioneve por e cekëm këtu pasi shpesh e gjejmë në rrënjë të ankthit ekzistencial për të cilën jemi duke folur. Mërzin mund ta përkufizojmë si ndjenjën e atij që nuk di të shikojë, as për te i vetës e vet, në zbulim të tjetrit, as brenda, në zbulim të botës së vet të brendshme, as lart për ta pyetur veten mbi domethënien e realitetit dhe të jetës. Është mohimi i misterit,
të asaj pjesët pafundësisë që secili prej nesh mbart brenda vetes dhe që e pengon të gjej lumturinë e vet në jetën e përditshme. Shoqëria jonë perëndimore, eksperte në krijimin e nevojave dhe në përgjumjen e ndërgjegjeve, paraqet përpjekjet pa numërta për ta zgjidhur problemin e mërzisë. Jemi dëshmitar të një kërkimi gjithnjë më të shfrenuar kënaqësisht në fusha njëherë e një kohë të ndaluara. Le të mendojmë për shembull se sa i përhapur dhe gjithnjë më i rafinuar është tregu i pornografisë. Lidhur me një hiperaktivitet dhe hiperprodhimtari që nganjëherë duken si i përgjigjen nevojës për t'i mbajtur njerëzit të angazhuar me qëllim që ata të mos mendojnë shumë. Por, ky qëllim nuk duket se gjen përgjigje të kënaqshme dhe njerëzit duken gjithnjë e më të mërzitur, të pamotivuar, pak entuziast për jetën. Megjithatë, edhe mërzia mund të jetë një emocion pozitiv. Pra, si çdo ndjenjë tjetër, ajo nuk duhet zhdukur, ndoshta përmes kërkimit të një kënaqësie tjetër të menjëhershme, gjithnjë e më të pasakont dhe alternative, ose të mohohet në një farë topitje të vetdijes që bëhet gjithnjë më ngjashme me makinat dhe gjithnjë më pak me qenjet njerëzore. Përkundrazi, ajo mund të përbëjë një rast rritjeje nëse personi është i gatshëm që ta pranojë dhe ta pyesë veten mbi domethënien e saj. Më përpara e kemi përkufizuar mërzinë si ndjenjën e atij që nuk di të shikojë përtej. Atëherë, bërje të vetëdijshëm për një gjë të tillë mund të përbëjë një rast unik për ta zgjeruar rrezën e shikimit në gjerësi, thellësi apo lartësi. Flasim për gjerësi në lidhje me marrëdhënien me tjerët, për të cilën personi i mërzitur nuk është i vetëdijshëm, përveç atyre aspekteve që ai percepton si tërheqëse, shpërblyese, si cilësi që mund t'i shijojë dhe t'i përdor për të plotësuar nevojat e veta fiziologjike apo psikologjike. Ai që mërzitet priret të ketë marrëdhënie të pjesshme. Personat nuk perceptohen në tërësinë e tyre për atë që ata janë realisht, por për ato aspekte të personalitetit, për shembull bukuri, joshje, simpati, që mund të tërheqin që janë të dëshirueshme. Por, sa po t'i përdoresh një herë, ato reshtin së ushtruarin nurin e tyre, duke lënë një shije të hidhur në gojë dhe një zemër bosh. Pra, mërzia mund të na nxjisë që të bëjmë pyetje mbi domethënien e marrëdhënieve. Pse kontakti me një person duhet të na shkaktojë kaq hidhërim dhe zhgënjim? Dhe tani kalojmë te thellësia. Një thellësi e ndryshme mund të provohet në reflektimin e brendshëm që na bën të kalojmë prej ndjenjës së vetdijes në atë që ajo përfaqëson. Na ndihmon që të kuptojmë se një marrëdhënie mund të jetë plotësuese vetëm nëse nuk është në shërbim të shpërblimit ton, por e hapur ndaj totalitetit të tjetrit që respekton dëshirën e tij dhe mënyrën se si ai mendon, ndryshueshmëritë dhe nevojat e tij. Atëherë, ajo bëhet një rast për ta zgjeruar horizontin ton dhe për t'u bërë të vetëdijshëm se përtej botës sonë të vogël ekziston edhe realiteti tjetrit, i personave që na rrethojnë, me individualitetin dhe pa përsëritshmërinë e tyre. Mërzia mund të na nxjisë edhe që të bëjmë pyetje rreth vetes sonë. Atëherë mund të dalim prej mjegullës që erëson brendësinë tonë për t'i ekspozuar më në fund thellësitë të cilave u jemi shmangur gjithmonë, duke mos u angazhuar kurrë në aventurën tërheqëse të zbulimit të vetes, të botës sonë. Për herë të parë, mund të zbulojmë sa t'y banojnë jo vetëm nevoja, por edhe dëshira, aspirata të mëdha, tensione drejt asaj që është e mirë, e bukur, e drejtë. Në fund, mërzia mund të na hap edhe ndaj lartësive, ndaj misterit të asaj që na tejkalon, të totalitetit të tjetrit. Apatia mund të nxjisë në ne pyetje të rëndësishme që kanë të bëjnë me kuptimin e jetës sonë, me arsyen pse ekzistojmë dhe me vendin ku duam të shkojmë.
Pra, ajo e hap zemrën tonë ndaj shqetësimit, pa qetësisë, asaj pa kënaqësie të shnetshme që nuk ka kufi, pasi, siç na thot Shën Agustini, ne jemi bërë për hyjin dhe zemra jonë është e paqetë derisa nuk pushon në të. Atëherë, mërzia shndrohet në ankth fetar, në brit që, siç thot Psalmi, prej humnerës së zemrës son thret humnerën tjetër, atë të hyjit. Apo në etje të pashueshme që asnjë realitet njerëzor nuk mund ta heqë atë. Por në këtë rast, njenja merr një ngjyrim krejt tjetër dhe përfshihet me të drejta të plota në ato gjendje shpirtërore për të cilat do të flasim në vijim dhe që do t'i përkufizojmë si emocione drejt. Pasi në vend që të na largojmë prej realitetit të jashtëm apo të na shtyjnë kundër tij, na shtyjnë që të dalim prej vetes sonë në një tension gjithnjë më të plot ndaj tjetrit, në kuptimin ndërpersonal, do me thënë persona që popullojnë jetën tonë, apo transcendental, hyj dhe gjithçka që ka lidhje me të. Pra, vendosja e ankthit fetar në këtë kapitull është bërë vetëm për të plotësuar reflektimin mbi këtë temë. Ai përket një tipi ndjenjesh krejtësisht tjetër, që pasqyron një nivel pjekurie më të lartë, pasni asnjë fëmijë në moshë parashkollore nuk e provon një emocion tillë. Ankthi fetar shpreh në fund një qëndrim aktiv në lidhje me jetën, një qëndrim kërkimi dhe tensioni, një hapje ndaj dëshirës, na ndihmon të kuptojmë atë që kemi thënë në kapitullin e parë në lidhje me evolucionin e ndjenjave. Ato nuk shndrohen në formë rastësore, por sipas disa kritereve të mirë përcaktuara, mes të cilave njëri ndër më të rëndësishmit është rritja në aftësinë marrëdhënore. Mund ta konstatojmë vërtetësinë e kësaj që sapo tham në lidhje me zhvillimin e ankthit. Nga një emocion intensivisht subjektiv, funksional për mbrojtjen e vetes ndaj kërcënimeve të brendshme dhe të jashtme, ai kthehet në një ndjenjë që na hap ndaj realitetit që na tejkalon, si tension ndaj transcendentës. Ajo që kemi thënë deri tani në lidhje me ankthin vlen edhe për turpin. Kjo ndjenjë shpreh të paktën në fillim një qëndrim të papjekur dhe mund të konsiderohet me plot të drejtë si një emocion larg prej. Ai shfaqet kur fëmia ka kaluar fazën e gjithë pushtetshmërisë dhe për herë të parë zbulon se është i brisht dhe i cunueshëm. Edhe pse aty ka një element narcisistik, me që personi ka dëshirë që të shmangë situata ku vihet në dukje kufiri i tij, turpi vë në dukje edhe një aventurë pjekurie. Për të provuar turp, duhet të marrim largësitë prej gjithë pushtetshmërisë sonë dhe të dimë të dallojmë mes asaj që është reale dhe asaj që është ideale. Në një fazë tjetër, turpi mund të jetë sinjal i përvojës pakëndshme të ndjerit i paaftë, apo jo në lartësinë e pritshmërive të tjerëve. Mund të jetë i lidhur me perceptimin negativ të vetes. Nëse më përpara turpi shprehte zbulimin e pakëndshëm të cënueshmërisë vetjake, siç e shpreh fjalia jam i brisht, në këtë stad më të pjekur përfaqëson vetdijen se ne nuk i jemi përgjigjur pritshmërive të personave të rëndësishëm, siç mund ta shprehim pyetja, çfarë do të mendojnë ata për mua nëse nuk i plotësoj pritshmëritë e tyre? Në shprehjet e tij më të zhvilluara përkundrazi, turpi tregon një nivel më të lartë që do ta vendoste me të drejtë te emocionet drejt. Quhet cip dhe nuk shpreh si në të kaluarën surprizën e pakëndshme të qenit i zbuluar apo i ekspozuar, por lind prej perceptimit të vlerave vetjake dhe prej respektimit të tjetrit, prej dëshirës për të mos pushtuar duke ruajtur trupin dhe brendësinë vetjake. Të njëjtat gjëra vlen edhe në lidhje me ndjenjën e fajit. Faji lind si frikë nga ndërshkimi për faktin se personi ka shkelur një normë. Pra, faji përfaqëson një formë të veçantë droje, atë të lidhur me një ndëshkim të mundshëm dhe vë në dukje një përbërës të fortë egocentrik, tipikisht fëmijëror. Ajo që e shqetëson fëmijën nuk është e keqja që mund të ketë bërë,
por efekti që lind prej saj, qortimi apo dënimi që kjo e keqe mund të sjellë me vete. Më pas, ndjenja e fajit zhvillohet dhe kthehet në ankth për faktin se personi ka shkaktuar një gjë të pakëndshme personave të rëndësishëm për të. Vëmendja nuk përqendrohet më te efektet e veprimeve të veta, por te jehona e mundshme negative që mund të ketë kjo gjë te marrëdhëniet e tij të rëndësishme. Nëse në rastin e parë fëmia pyet nëse dhe si do të dënohet, në rastin e dytë pyetjet sillen rreth të qenit i dashur dhe i vlerësuar. Nga ana tjetër, ekziston edhe një ndjenjë pjekur faji që duhet të klasifikohet tek emocionet drejt. Kjo ndjenjë linkun personi tregon keqardhje se u ka bërë keq të tjerëve. Kjo ndjenjë nxitet nga vlera objektive dhe jo më nga shqetësimi për efektet e pakëndshme që në veprim i caktuar mund të shkaktojë.